kanë qenë inspektorët e sigurimit shtetënor të Udbes në atë kohë, që kanë dalë e kanë zonë dhe na u kanë drejtuar ndaloni. Njëri prej tyre ka qenë Shalipuri, një policë famkeq, që në atë kohë sjellët më të vrashta, më të poshtra ndaj shqiptarëve kishte bë. Në atë kohë kisha bombat me vetin e xhep. Unë jam intervistuar dhe marrën pyetje nga një jashtëquajtori Caliq, ndërsa Fikretin e ka marrën pyetje Bora Vlahović. Torturat kanë fillu nga shpulla, ngrushtat, shkelmat, palicat, hajde t'ja bojmë kravaten, do më thonë njoni na ulke në mes këtu, tjetri veç silke. Për mi Prut Gërvallës është vendi që edhe sot quhet, ka arë një lad pa tabela e gjelbërt me një shpejtësi marramense. Edhe ne kemi mendu që është ushtria jonë. Edhe na ka fut mrapa. Edhe në moment që është këtu i kerri mrapa, e ka blokuar rrugën, kanë qenë inspektorët e sigurimit shtetënor të Udbes në atë kohë, që kanë dalë e kanë zonë dhe na u kanë drejtuar ndaloni. Edhe pjesën tjetër, ku ishte një hidrant, aty ishin dy policë. Njëri prej tyre ka qenë Shalipuri, një policë famkeq, që në atë kohë sjellët më të vrashta, më të poshtra ndaj shqiptarëve kishte bë. Edhe nuk kanë shkuar në minutë ose dy, ka ardhur një familje shqiptare me një llat bardh karavan, ku ata punëtorët e sigurimit e kanë përdorur të shësimburoj faktikisht atë familje, dhe unë në atë kohë kisha bombat me vetin e xhep, dhe thëmë drejten kishim hinat vijen vicioze të rrethit të parë të përgatitur të asaj prite, që kishin organizuar mirë, edhe së bashku me Fikretin jemi dorëzu, edhe aty faktikisht ka fillu ajo pjesa, na kanë godit me të gjitha, me shkelma, me kondaka, me pjesë tjera, do më thonë që i kishin e dorë. Ata dhe na kanë shtinë atë vetur që ishim 6 persona së bashku me Fikretin, edhe ton rrugën na kanë godit kres edhe kauna e organeve gjenitale edhe pjesëve tjera duke me ato, edhe na kanë prunë në pjesën ku ishte pjesa e vorreve të qytetit, ishte një kafe e ashtu quajtur Avalla, kur ishin milicet serb faktikisht në atë kohë. Aty na i kanë hapë të 4 dyert mu Fikretit. Ata milic faktikisht që ishin, kërkonin që me na çunë bëllopoj, me na bo një çfarë montimi edhe me na përshkatu. Po njëri për aty në inspektorëve i cili na merrte në pyetje pikërisht mu, jo tha nuk mendojmë ashtu, sepse këta i kemi harq, dhe mendojshin që do të nxjerrin shumë informata nga ne, si pjesëtarë të UÇK-s në atë kohë që ishim. Edhe masi edhe aty na kanë torturu pak a shumë ata që ishin, e kemi vazhdu rrugën për në Pej, në stacionin policor që ishim, edhe aty na kanë shtinë në hymin e supit e Pejs, ata që shquit, edhe kanë fillu edhe aty me na godit pe tamahonve. Po pikërisht në momentin që na kanë thonë që keni pas flet arrest, jep me kuptu që ata na kanë njek në çdo hap, do më thonë atë konvertu edhe gjatë intervistës që e kum pas me ta, që thëmë drejten për 10 ditë sa kum najtë në fshatin Lozë, i kanë ditë punë ma mirë se sa une. Do më thonë që kanë pasur informata për mu, sa që e kanë ditë edhe ma mirë se sa une, edhe atër kum fillu me dyshullën vetën. Ku kemi hi në hymjet supit aty, ishte një çfarë procedure që ne duhet të nënshtrojmë me Fikretin, ishte marrja e gishtave, e durve dhe fotografimi i kokës në të trianet që na ka bo. Po pikërisht ka qenë një moment kyç aty së bashku, që nashta ka qenë minuti, ka qenë një mall ku na kanë lënë së bashku me Fikretin afër, dhe mi marrë vesh që mos dalim për të fshatit Dubovik. Që ka qenë edhe situata që ne ishim edhe të përgatitur fizikisht, por edhe mentalisht të qëndrojmë aty në torturave edhe aty në sanëve që pritshim që do të fillani.
Edhe aty Fikretin e kanë marrë të parin, e kanë qunelt, mu kanë lënë pak aty edhe më kanë punu në atë aspektin e torturës çfarë deshin ata. Edhe mas kohës që kanë qu Fikretin, e kanë intervistu paka shumë një gjysor atje nalt, më kanë marrë edhe mu në marrjen e gishtave, fotografimin edhe më kanë qu në katin e tretë, atje ku nga ora 7 e mbrëmjes deri në ora 2 të natës nuk na kanë dhënë domethënë torturat nga ana e aty në punëtorëve të sigurimit shtetëror. Pikërisht unë jam intervistu dhe marrë pyetje nga një jashtëquajturit Caliq, ndërsa Fikretin e ka marrë pyetje Bora Vlahović. Torturat kanë fillu nga shpulla, ngrushtat, shkelmat, palicat, masandej pjesa tjetër ku ishte pak hajde t'ja bojmë kravaten, domethënë njoni na ulke në mes këtu, tjetri veç silke. Po faktikisht na edhe ishim t'lollur se na pikonte koka gjak pej arrestimit që kishim. Edhe në një moment ka gjysa natës aty edhe pak na kanë qitë në korridor. Gjithë ato dyrë ishin të mbushur me inspektor edhe duke thonë vrapone tash 100 metërshin, vrapone 1500 metërshin, vrapone 5000 metërshin, edhe na godetshin për tamonve. Ajo që ishte, domethënë, citate e rënda ishte se ne në atë kohë kishim veç në diçka që zyre WC. Domethënë edhe filloi domethënë trupi duhet mo veç që morën atë pamjen tjetër, komët faktikisht nuk kishim mo 42 numrin, po kishim 46.